Evropa u bë importuesja më e madhe e armëve në botë gjatë 5 viteve të fundit, ndërsa qeveritë reaguan ndaj kërcënimit të Rusisë dhe rënies së besimit në angazhimet e sigurisë së SBA-s, treguan të hëndën të dhënat nga Instituti Ndërkombëtar i Kërkimeve për Paqen në Stockholm. Vendet evropiane më shumë se trefishuan importet e tyre të armëve në vitet 2021-2025, krahasuar me vitet 2016-2020, për të furnizuar Ukrainën në mbrojtjen e saj kundër pushtimit rus dhe për të rindërtuar ushtritë e tyre pas dekadash mungesë të investimeve. Rritja e ndjeshme e fluksit të armëve në shtetet evropiane i rriti transferimet globale të armëve me pothuajse 10%, tha Matthew George, drejtor në Institutin SIPRI. Evropa zinte 33% të importeve globale të armëve, nga 12% që ishte kjo shifër në periudhën e mëparshme 5 vjeçare, tregoi raporti. Pavarësisht rritjes së prodhimit vendas, vendet evropiane vazhduan të rrisin blerjet e armëve amerikane, veçanërisht avionëve luftarak dhe sistemeve të mbrojtjes ajrore me rreze të gjatë veprimi. Importet e armëve nga shtetet e lindjes së mesme ranë në anën tjetër me 13%, megjithse Arabia Saudite dhe Katari ishin ndër 4 blerësit kryesor individual. Edhe para sulmeve të fundit të SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit, shtetet në rajon kishin bërë porosi të rëndësishme që ende nuk janë shfaqur në shifra. Konflikti aktual ka të ngjarë të rrisë më tej blerjet, veçanërisht të sistemeve antiraketori dhe të mbrojtjes ajrore.